Një ping-pong i vërtet po luhet me votat e diasporës. Bashkëdhetarët tanë po e shohin datave se çfarë po ndodh me vullnetin e tyre mbyllur në zarfat e DHL. Se para, numërimi i votave të tyre zgjat çuditërisht akoma. Ndërsa 54.000 votat Greqisë rrinë presin mbyllur në kuti. Kjo megjithëse ka një vendim të Komisionit Apelit, pra gjykatës në KQZ, që detyron kryekomisionerin të nisë numërimin e tyre. Por Iliran Celibashi, i cili urdhëroi mbylljen e numërimit për votat kombëtare, nuk kanë nxjerrë ndërkohë urdhrin e fillimit të numërimit të votave të Greqisë, megjithëse vendimi i KAS është marrë para 2 ditësh. Kështu Partia Demokratike mori gjithë kohën e nevojshme që ta çojë çështjen në kolegj zgjedhor dhe vendimi i kolegjit nesër duket se do ta shtyjë numërimin e votave së paku përtej ditës së premte. Pikërisht ashtu siç e patëm parathënë në Real Story që ditën e martë. Por mosveprimi i KQZ-s i dha Partisë Demokratike dhe madhështorëve të kërkojnë gjithashtu në KQZ verifikimin jo vetëm të votave të Greqisë, por të gjithë diasporës. Dukshëm dhe si një reagim hakmarrës ndaj diasporës që e votoi 3 herë më shumë kundër se sa pro. Por ajo që s'po kuptoj mirë është nëse gjithë kjo është një kaos i krijuar nga KQZ-ja apo një bllokim i llogaritur. Votat e diasporës duket se po vendosin fatin e një shumice të cilësuar në kuvend, fatin e Partisë Demokratike duke reduktuar në nivelin e saj më të ulët në 35 vjet, si dhe fatin e partive të reja. Deri tani votat e emigrantëve i kanë siguruar 2 mandate mundësisë në Tiranë. Desh i dha një mandat Lapaj të dytë në Vlorë dhe i kanë shtuar votat atij po në Fier. Po në Fier ama janë regjistruar shumica e votave të Greqisë. Dhe aty frika e mballështorëve është shtuar për ikjen e një mandati tjetër që mund ta marrin socialistët, por edhe Lapaj. Ndërsa në mënyrë befasuese emigrantët mund t'i japin socialistëve një tjetër mandat të papritur në Korçë. Pra, duke u rikthyer te 3 skenarët, llogaritja e këtyre bllokimeve mund të afrojë orët e vona të natës. Dhe kur vjen nata, numëruesit bëhen më të vëmendshëm sesa vëzhguesit dhe numëruesit e partive të vjetra merren vesh mirë pasi e njohin prej vitesh njëri tjetrin. Dhe një PD të shkatruar nuk do t'i duaj një grup deputetësh të rinj, aq më pak një ish i tyre me trup të vogël por me xhepa të ambicie të mëdha, që mund të rrezikonte nesër t'i merrte Berishës vendin e dytë, që sot vendi Edi Rama ndihet komod. Edi Rama ndërkohë nuk është njerë komod nga fakti se pas shkatrimit të LSI-s, një LSI tjetër por avizohet e 3 mandatet e Partisë Social-Demokrate. Tom Doshi është imponuar me metodet e tij dhe jo aq ortodokse në këtë fushat. Tek deklaratat e egra dhe të forta, fillimisht kundër Benet Becit, pastaj kundër ministrave të Ramës, pastaj kundër Ramës vet. Ky i fundit mërkurën e fundit fushatës në intervistën në Real Story thuaj se bëri zyrtar divorcin pas dasmës me Tom Doshin. Një aleancë që ai kurrë nuk e mohoi, por as e pohoi për 4 vjet. Kjo ndoshta për faktin se vetë kryetari non grata i PSD-s nuk ishte në parlament. Por tani që Tom Doshi rikthehet në kuvend si deputet, punët komplikohen dhe kësaj aleance mund t'i rriten kostot. Kostot më të mëdha për momentin socialistët i paguan në Shkodër, më saktë në Vat të Dejes, ku një vaj i madh votash e nxorën Partinë Social-Demokrate, partitë parë. Por problemi është se Vau Dejes menaxhohet dhe politikisht nga kryetari i bashkisë, një socialist, të cilin Rama e paralajmëroi po në Real Story të mërkurën se po luante një lojë dyfisht. Sot spak i sekuestroi bashkiakut Shkreli telefonin celular në ndryshimin e krimeve zgjedhore. Çfarë fshi ai celular dhe çfarë pritet të ndodhë tani që zgjedhjet mbaruan, por ngjarjet që lidhen me to vazhdojnë akoma? Për këto do flasim sonte në Real Story. Sigla. Ishte kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhjeve, mbrëma profesor. Mbrëma. Endri Sefa, avokat dhe jurist njohës i çështjeve elektorale, mbrëma Endri. Mbrëma, faleminderit. Ervin Karamuço. Mbrëma. Njohës i përshtypjeve të sakta sa i përket parashikimin ngjarjeve në të ardhmen. Mbas jush. Ecim bashkë. Dhe Skënder Mingjozi. Mbrëma. Mbrëma Skënder. Po, para se të flasim për temën, duhet të lidheshim pak me Parkun Olimpik, aty ku qenë gazetari ynë Andon Kello, i cili duhet na informoj pak për zhvillimet në të fundit. Zhvillimi i fundit në fakt fare është ai që kryekomisioneri i zgjedhjeve sapo i ka hequr akreditimin shumicës së vëzhguesve kombëtar dhe ndërkombëtar dhe ka vendosur rregullin nga një tek vëzhgues për tavolinë. Po çfarë do të thotë kjo? Andon, mi mbrëma. Mbrëma. Atëherë na shpjego pak temi ato që po ndodh dhe ato që nuk po ndodh me numërimin e votave të diasporës. Ajo që nuk po ndodh është sërish duhet të presim ditën e nesërme për votat e diasporës nga Greqia. Për të tretën ditë radhazi, kryekomisioneri tashmë e ka shtyr vendimin për votat e diasporës nga Greqia dhe nesër në orën 9:30 në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të mësojmë
edhe verdiktin final të kryekomisionerit, i cili ka pranuar të marrë në shqyrtim kërkesën e Partisë Socialiste. Megjithatë, këtu në Parkun Olimpik kanë mbetur edhe 4.000 zarfe për t'u hapur nga vota e diasporës nga e gjithë bota përveç Greqisë. Pra sot përfundon numërimi i votave të diasporës përveç Greqisë për partitë politike. Ndërkohë, Beftas, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i ka hequr akreditimet gjithë vëzhguesve të partive politike, por edhe përfaqësuesve ndërkombëtar, sepse nga dita e nesërme Parku Olimpik dhe pikërisht kjo sallë e lojrave Feti Borova do të kthehet një arenë apo ndeshje elektorale mes kandidatëve. Nëse shohim rezultatet e deri tanishme, qoftë në Tiranë apo qoftë edhe në qarqet e tjera, luhen, le ta themi, disa karige deputetësh vetëm për pak vota, dhe pikërisht do të jetë vota e diasporës, e cila do të vendos nga listat e hapura se kush shkon në parlament dhe kush nuk shkon. Por pikërisht edhe ditën e sotshme dhe brenda partive politike ka patur, le ta themi, konflikte apo debate për numrin e lartë të vëzhguesve të cilët kanë dërguar kandidatët e listave të hapura, dhe nga dita e nesërme do të filloj betejë e tyre për diasporën. Po çfarë ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që çdo parti politike të ketë vetëm nga një vëzhgues për tryez numërimi dhe nga një për çdo qark. Pra, që do të thotë nëse 12 qarqe kanë nga 3 tavolina, numërimi atëherë nga dita e nesërme do të jetë shumë e vështirë për një bilet për të parë ndeshjen elektorale këtu në Parkun Olimpik, dhe nga kapaciteti vogël pritet të jenë me përllogaritje rreth 400 vëzhgues, ndërsa kandidatët e listave të hapura apo të mbyllura mund të vinë vetë të vëzhgojnë nga afër ecurin e procesit të numërimit. Pra vetë kandidatët e listave të hapura duhet të vëzhgojnë vetë. Debati është tek vota politike kryesisht apo jo, pasi është vota politike ai numëruar përpara, ajo që përcakton, për shembull nëse një mandat i socialistëve shtohet papritur në Korçë, apo nëse një mandat i Agronshejait zhduket papritur nga Tirana, apo jo? Po, është e vërtet, edhe ajo është një betejë mjaft e ashpër. Unë mund t'ju shpjegoj për shembull betejën që po ndodh në Tiranë mes opozitës në fakt. Mandati i dytë i Partisë Mundësia ndahet me 11.781 vota, ndërsa mandati 14 i Partisë Demokratike ndahet me 11.681 vota. Pra vetëm 100 vota diferencë, të cilat Partia Demokratike duhet i rikuperoj me votat e diasporës në Greqi. Por raporti është 1:100 dhe Partia Demokratike i duhet një sasi e konsiderueshme votash nga Greqia, pasi siç e theksova edhe një herë, duhet për çdo vot Partisë Mundësia të rikuperoj 100 vota të vetat. Megjithatë, Partia Demokratike ka besimin se nga Greqia do vi edhe mandati i 14. Nëse zbuklohen sytë e vëzhguesve, shtohet errësira, sigurisht aty pastaj ca vota zhduken, ca vota duken. Pra çdo gjë bëhet e çik më e menaxhueshme dhe kjo sigurisht shqetëson partitë e reja dhe temi qetëson ujërat mes dy partive të mëdha. Po ndërkohë, dhe një sqarim i fundit, ndërkohë edhe numërimi i votave të Greqisë shtyhet prapë në kalendat greke, pasi me siguri nesër do ketë shtyrje, gjoja zbatimi do fillojë në orën 9:30, po pastaj kemi edhe vendimin e kolegjit zgjedhor. Pra çështja e rrezik mund shtyhet për javën tjetër e fillimit të votave të Greqisë, apo jo? Po tani, zoti Celibashi ka vetëm 2 rrugë ditën e nesërme. Ose të pranoj kërkesën e Partisë Socialiste dhe Beftas në fakt do të rrëzonte vetveten, pasi ai disa ditë më parë mori vendimin pikërisht bazuar nga një kërkesë e Partisë Demokratike për të veçuar dhe për të bllokuar votat e Greqisë, ndërsa vendimi tjetër është ta fusi sërish në një spirale të radhës votën e diasporës nga Greqia, të cilat gjithsesi ditën e sotshme do të flenë këtu të qeta në Parkun Olimpik në pritje të ditës së nesërme, dhe më pas sigurisht do të mbetet për javën tjetër në rast se kryekomisioneri Ilirian Celibashi merr këtë vendim.
ndërsa më pas do tjetë edhe kolegji zgjedhor, atë e ka ankimuar Partia Demokratike e cila mbron vendimin e parë të kryekomisionerit Ilirian Celibashi, pra janë dy procese të ndryshme, të cilat mund të rrëzojnë njëra tjetrën. Megjithatë, këtu në Parkun Olimpik të paktën sipas vendimit të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po duket se ky institucion do të shmang sa më shumë konflikte, duke ditur se tashmë numërimi po përfundon edhe në Tiranë dhe gjithë kandidatët apo dhe partitë politike dhe vëzhguesit e tyre do të derdhen këtu në sallën e lojrave të Feti Borovës, që fatkeqësisht ka një kapacitet të kufizuar, por interesi është aq i lartë për votat e kandidatëve në listë elektorale, siç e theksova. Andon Gellot, faleminderit shumë, po patën një zhvillim sidomos nga numërimi i tyre, si shtat ju 4.000 votat e fundit, sepse ata mund ndryshojnë spaku diçka të mandatet, lutem na njoftoj që të futesh një. Faleminderit Andon. Endri, është ajo që shikohet, është ajo që nuk shihet apo jo? Çfarë është ajo që nuk shihet sipas teje? Duket qartë që për neve që mirë me këtë punë që ka një marrëveshje midis subjekteve. Edhe pse intereson që të grumbulloj forcat edhe majën e diamantit ta lë për në fund, që janë votat e Greqisë, e të jeni të sigurt që është maja e diamantit e PS-s. Do kemi përqindje me 85% po them për Partinë Socialiste dhe 15 gjithë të tjera të bashkë. Dhe edhe PD-ja që bën një lojë që do të dali nga gropa që ka rënë vetë. Që e hapi vetë me duart e veta, e thelloi më shumë me duart e veta, me vullnet hekur, e tani kërkon pak dritë të dali e thotë që mos t'i quajmë këto. Nuk ka vot që nuk numërohet, të paktën që nga 2001-shi proceset në Republikën e Shqipërisë çdo vot është numëruar. Betejë ligjore pastaj për pavlefshmëri, për pavlefshmëri ku ti votime është diskutime të tjera, po që votat do numërohen në një formë ose në një tjetër do numërohen. Kjo është pak për e sigurt. Unë doja të thosha për atë çka vendimi që ka marrë komisioneri në lidhje me vëzhguesit, të japim dhe të orientojmë këta kandidatët që janë nga shkretët, të hapin dhe merkaton e vëzhguesve. Janë këto subjektet zgjedhore të cilat nuk kanë interes më për votat e migrantëve. Mund të bëjë një merkato kush ofron më shumë për të marrë autorizimin nga këto subjekte për çuar vëzhguesin e tyre. Se tu hapet tregu i lirë thua ti, ja? Patjetër, kush ofron më shumë $3 të marrë vërtetimin për çuar vëzhguesin e vet. Domethënë se edhe këta subjektet kanë drejtën për çuar vëzhgues. Nuk është vetëm PDPS. Janë 11 subjekte zgjedhore. Profesor, para se ta fus debatin ndim politike, pasi Endri hapi të dyja tezat. A ju duket korrekt nga mirëpamja ligjore funksionimi i KQZ-s? Po, këto ditë? Për mua po. Shiko, ka një lexim të ftohtë të ligjit, ka edhe një lexim emocional, pastaj të tij. Unë kam ndjekur zotin Celibashin në gjithë vendimarrjet e tija, dhe në vlerësimin tim, ai megjithse patjetër që e parandjen dhe koston politike që mund të ketë vendimi, është distancuar nga ky lloj emocioni dhe ka vepruar ashtu siç e komandon ligji gjën. Për shembull, kjo e fundit thatë vëzhguesit. Në ligj është e përcaktuar se kush do ketë të drejtë që të vëzhgojë procesin e numërimit të votave, edhe në udhëzimin përkatës, po, të miratuar nga rregullatori shkruhet mirë. Dëshira e subjekteve, dhe jo vetëm subjekteve, po edhe kandidatëve të cilët kanë patur vëzhgues në procesin e votimit. Që i kanë akoma, deri në këtë moment. Kandidatët kanë patur vëzhgues. Jo në bazë të rregullores. Kandidatët kanë patur vëzhgues, jo në bazë të rregullës, se ka subjekti të drejtën për të propozuar. Jo në vendet e numërimit, në gjatë procesit votimit. Gjatë procesit votimit, po them. Pra, e kanë ndjerë vetëm që patjetër duhet ne kemi edhe këtë drejtë dhe na është dhënë kjo drejtë dhe këtë drejtë të shtyn deri tek vendi numërimi kur ligji nuk ja njeh. Po patjetër. Të gjë. Ligji njeh vëzhguesin e subjektit politik përkatës. Kaq. Dhe të marrësh një vendim të tillë për mua nuk ose të mos lejosh dyndjen e vëzhguesve në një sallë të tillë ku kuptohet se çfarë bëhet, është në të mirën e ecurrisë së procesit dhe në zbatim të asaj që ka vendosur institucioni. Jo Celibashi, nuk ka vendosur. Ju thonë profesor që është një vendim që është marrë temi në kushtet e një
vetë ngrirje Jo vetë ngrirje, zbatimit emocionale. ligjit. Po, pra, vetë ngrirje emocionale e Cili Bashit. Ama ka një gjë, zgjedhjet kanë emocion, kjo është e parë. Patjetër. Dhe e dyta, kur ndeshja është temi, jo afër, por ndeshja ka këto, temi këto që shpjegoj dhe gazetari në prandje, pra ideja është me pak vota mund të lëvizi një mandat. Po me pak vota mund të lëvizi, mund të shkojmë nga një shumicë normale drejt një shumicë e cilësuar. Me pak vota, ndoshta me 100 apo 150 vota, lapajt mund t'i hiqet apo mund t'i merret apo mund të fitojë një mandat në fjerë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë, pra piktura e madhe është e përcaktuar. Por janë detaje të tjera të rëndësishme që mund të përcaktojnë dhe të ardhmen temi të një force politike, apo të një poli të ri opozitar, apo të një mazhorance të stërmadhe, apo të një PD-je të stërvogël. Pra janë interesa që luhen mes palëve, dhe unë e kuptoj që ndoshta Cili Bashi e ka bërë nisur nga qëllimi i mirë, për në këtë gjë ka vendosur të jetë i ftohtë, por heqja e syve nga ato tavolina nuk shton potencialisht mundësinë e një kompromismi mes dy palë numëruesish cilët njihen, jo e dini, ata njihen prej dekadash me njëri tjetrin. Janë grupe që kanë punuar në të njëjtat tavolina ndoshta prej vitit, nuk po them 2001, po s'paku prej vitit 2005, 2007, si dhe sigurisht janë po të njëjtat prej vitit 2011, kjo pak po e sigurt. Jo, pikrisht se është kështu si që thatë juve që janë situatat të cilat janë shumë të brishta dhe me pak gjë mund të ndryshojnë shumë gjë, pikrisht në këto situatat del më mirë se në çdo tjetër në pak integriteti i administratorit të zgjedhjeve për mua. Se kur gjërat janë të qarta se kush, s'ka problem. Kështu që unë vazhdoj të pohoj të njëjtën gjë që thash përpara. Pavarësisht se mund të jetë dhe është praktikisht nën presionin e madh, të ardhur nga subjektet politike të interesuar të cilë në një garë kaq të ngushtë, kur bëhet fjalë vetëm për pak vota për të kaluar një mandat dhe kalimi i mandati prodhon pas kësaj diçka shumë të madhe, se sa marrja e vetë mandatit në vetvete, ka bërë që për mua të jetë ta vendosi, patjetër ta vendosi administratën zgjedhore, ta vendosi komisionerin shtetëror në pozita të vështira, por në të njëjtën kohë, dhe këtu duket dallimi xhanëm, këtu bëhet dallimi për mua. Midis atij që dita bëj mirë punën e vet dhe atij që e bën punën e vet mirë, po pastaja që don sepse. Gjë që në vlerësimin tim, dhe unë s'kam koment më tej për të gjë, zoti Cili Bashi, pavarësisht se partive politike të njërit apo tjetrit ka, për njërën apo tjetrën çështje, mund të jenë dukur jo normale, dhe pastaja edhe është folur për të qëndrim politike tjera, ku të nëse çfarë, nuk ka përgjithjet vetë se ka zbatuar ligjin për ecurin normale të procesit. Është shumë e rëndësishme. Ai prandaj është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është administratori i procesit. Si dikush mund thotë, profesor, dikush mund thotë që, okay, ka një vendim kasit për 2 ditësh. A ka një vendim kasit për 2 ditësh? Edhe unë po të isha nuk do ta zbatoj atë vendim për sa kohë që ai vendim. Atëherë nuk po flasim për gjë të vendimi, jo, vendimi i kasit që mund të hyjë në fuqi ka dhe një kohë të caktuar. Ja ka çuar që ka një kohë të orë. Dhe po ta lexosh vendimin thotë që brenda kësaj date mund ta agimohesh për të. Pra ja subjekti mund ta agimohet. Do presim të shtërrohen të gjitha ato që ka parashikon ligji dhe pastaj të fillojë të veprojmë. Për më tepër, ashtu si ka dhe Sefa, ore të bëj qartë të duan partitë politike. Fletët e votimit janë aty, janë për zarfa, janë në kuti, se do të abonojnë. Po le të abonojnë edhe një muaj, si që vonuan në Kosovë, numrimin e votave, le të abonojnë sa të duan. Rezultati është aty, dhe nuk mundet, përveç se, kur, përveç se atërë kur ka, po kush ta shofi këto? Se do e shofi për DPS vetë, prapë. Doni t'ju them dhe një detaj shumë interesant. Ata që janë ngarkuar me ligjit dhe që kanë të drejtën për ta bërë me ligj. Dakor, po ideja është në rast se ndryshe, shiko, shumë thonë që ne jemi subjekte zgjedhore, marrim pjesë në zgjedhje dhe s'kemi përfaqësues. Por si mund të kemë, ne kemi 11 subjekte zgjedhore. 11 antarë do kishim për komisione. E provuam dhe këtë gjë. Për sa kohë është vendosur formula politike e përfaqësimit me numërus, është e pashmangshme që të gjitha partitë do të kemi dhe ne.
Nëse do ishte zgjedhur formula tjetër e do të them një detaj se sa vizionar jam sipas tona politike. disa rregullave. Duhet të kesh. Apo nuk është se Po seva? mjafton që jenë në garë. Kodin zgjedhor. Jo çdo kandidat, për shembull, ka një pretendim Ronaldo Rakipi për shembull për votat, thot nuk më janë votuar votat, Nuk janë kanë numëruar? ankimohet dot nga Ronaldo Rakipi. Në subjekti, po. Duhet të ankimoj vetëm Partia Socialiste. Po, në subjekti. Do me thënë, Partia Socialiste, qofse ka një konflikt brenda kandidatëve të vet, listës vet, duhet të ankimoj Partia Socialiste. Pra le të themi në rastin konkret, po flasim se Jorita Tabako, Ilir Ali Mehmeti. ose Ronaldo Rakipi Me Qefalin. Me Qefalin. Gjemal Qefalin. Pra, Fal, ti thua që nuk bën sens? po nuk bën sens sepse ato janë të Do dy. të jetë vetëm partia? Jo, Sepse partisë mund të pëlqejë për shumë Ronaldo Rakipi. Lere, thot, Gjemali mire kam Falë, se është ana tjetër. Të tyshën Mund tilla të një 30 veta në shërë dhe të ketë 30 ankimit. totalisht. Po, 40, po, pra. Jo, pa tjetër për parën zgjedhje. do ka sens, more, partia do ju, kush do ju. Ta janë Po janë 2000. ka Po qenë janë ideja të e Ligës Thon Statorit. Rama, mua më pëlqen Ronaldo po, Rakipi, problemi më është pëlqen zgjedhje. Gjemal Problemi Qefalin. është që praktikisht Mos e bëj ankimimin. Po, I thot avokatit. po, ai që të futi në Po e listë. drejta këtij shkretit? Që Jo, është ishte. dëmtuar? nuk ka partia, drejt e fare. di partia të punë. Pra, është i një- është pëlqen një- doktorit, thot mu pëlqen thot doktori Jorita Tabaku. Po. Të futet. Po, Po edhe po i lirë me Atëherë, mendit, ku duhet ankohet? Nuk ankohet dot as në kas, njerë për nuk mua- ankohet dot as kolegj zgjedhor apo e gjykata para. partisë zotri. Tani, Gjykata partisë. Këtu kemi raste kur Rastet- një gjykatë supreme në Amerikë, Al Gore Me Bush, po. me Bush Junior, Ndërpreu numrimin. ndërpreu numrimin. Megjithëse Al Gore fitoi votën popullore, votën kombëtare. Domethënë, duhet mbaroj diçka dikur. Patjetër. Sepse nuk mundet tani, ne e pam se që ndodhi sot. Si ata mund të replikohen kaq shumë çifte, sa që zgjedhjet nuk mbarojnë deri nga shtatori pastaj. Kjo është problemi tani, se Tani, unë- është e pa drejtë kjo që i thot subjektit. Tani- Por janë pa drejtësi sokol të pa evitueshme se krijohet kaos në zgjedhje. Zbet dyshëm, po nuk Po bëhet vetë zgjedhje. zgjedhje sistemi Po, Skander, po, vetë po, zgjedhje po, Sistemi, Po vetë sistemi ti ka vënë këtë Saraçines. Po jave vet. Po pra, po nërmë, po pse kush e vuri? Nuk është fair. Po ato ndanë zgjedhjet sokol në kafen e parlamentit, 30 korik. Po ta themi Po këtë tani, atëherë. po normal, po pa tjetër, dakord. Po e ka vendu, po ajo Dakord, zgjedhjet. aty A ndan, e theme drejti që u optua për komisione politike? Po. Po kjo është skandal, normalisht se vete Nuk ndan dot numrat, Por ama, patjetër, moment- deputetëve, po kështu e ndan. Duhet ishin kategori si, ku e di unë, avokatër, inxhinier, që qytetarë, më patjetër, në punë civil. Jo publik, Po, po ndoshta po ju them, privat. ne bëjmë Jep një shpërblim ku di unë 500.000 lekë patjetër. dhe i thua hajde bëje. Kur isha pjesë e reformës zgjedhore, ne bëmi takim të Që e ka iniciuar kërku socialistët fakt, po nga- se pranoi Partia Se pranon Demokratike. Partia po. Demokratike. kush? Jo, ashtu se pranon. Jo, s'është ashtu. si që kërkoj Ja, Partia këtë do të Socialiste nuk mund të este fare, sepse që hajta bëjmë kështu që ta ke mund të gjithën. Për Por për të vënë në pusit civil. Jo, Por, Kishte ka metodë përshtypje tjetër në kishte shumë. një metodë shumë tjetër të me privat, nga sektori E privat. kishte një metodë tjetër. Në Angli bëjmë bankerët, kryesisht nga bankerët e Po nivelit. të themu propozimin që kishim ne, për shembull, se u bë një tryezë nga Audiri 2 ditë, ku ishim akoma në pjesë e reformës zgjedhore dhe isha profesor si PD-s. Ne kishim një propozim tjetër, domethënë, ishte stafi KQZ-s, i administruar nga KQZ-ja, edhe nxirrte gjithë listën. Edhe ne zgjidhim 2 antar, Partia Demokratike zgjidhte 2 antar nga lista për çdo qendër votimi. Për çdo qendër votimi do zgjedh 2, PS-ja si zgjidhte 2 ose 1 sipas rastit. Dhe vëzhguesit i kishim partjak, por komisionerët jepte një listë KQZ, që do ishim funksionarë të KQZ. Kam përshtypjen edhe Celibashi ka qenë pro kësaj skeme, se kanë folur, ka qenë Celibashi. Kemi rënë dakord, po kishte disa metoda, kishte me 3 antar, me 5 antar, po praktikisht ne dham dakordsinë për këtë. Që këto zgjedhje do kishim apolitike, komisionet, numrim, votim, edhe plus edhe zhvillimi i madh që donim dhe votim dhe numrim elektronik, që praktikisht sfumoi edhe roli komisionerit. Pastaj Rama bëri llogarit, sa më intereson më mirë ta kem pushtetin tavolinë se sa të merrem me këto episode. Me gjithë Skënder, gjithë këtë situatë, gjithsesi mendoj unë, po nuk e di si e shikon ti që veprimet e Celibashit mund të jenë nga qëllimi mirë, nisu nga qëllimi mirë, po nuk e di nëse do t'i ulen apo do t'i ngrenë tensionet në këto 2 ditë e fundit. Sokol ne e njohim mirë Celibashin se është një prezencë e vjetër tashmë në krye të zgjedhjeve shqiptare, po edhe në politikë. Edhe kur e kemi kritikuar, e kemi thënë që ai është më i miri në këtë fushë. Patjetër. Po. Është një figurë demokristiane, në sensin, do të thoja unë,
pozitiv. Demokristane italiane. Jo si shoku Demokristane në sensin pozitiv të termit. Do të thotë që nuk është kot aty kaq shumë vite, rruga që ka bërë, se e kanë lënë dy partit mëdha. PD-ja zgjodhi Bashin për para Ilir Usmajlit. Po pra, tani, ideja është që, megjithatë, unë jam zgjodhi pasi 2 dekada rresht çka nuk i ta ndërkohë. Unë tek votat e Greqisë e shoh që Celibashi është i zënë shumë ngushtë, sepse agresiviteti PD-s ndaj tyre ka qenë i pashpjeguar, por shumë i ashpër, i ka pas të dyja. Domethënë, shumë kategorik, Flamur Nogën e mbaj mend që asnjë vot Greqie s'do numërohet sonte këtu. Dhe kishte 20 kamera mbrapa. Në një vend normal. Në një vend normal, po pse? Aty të vjen zbatuesi ligjit dhe të zbaton ligjin flagrant. Patjetër. Ti e shkel ligji normal në vendin ku numërohen votat, teorikisht. Tani, problemi është që Celibashin këtë mes, kur agresiviteti palëve shkon shumë lart, viktima parë është... Ai që është më i butit. E kemi profesorin këtu, që e di shumë mirë se ç'do të thotë t'jesh në atë pozicion. Evolimi i Celibashit në sytë e doktor Berishës, nga Celibashi zi zgjedhjeve në një administrator normal zgjedhjeve është breslënës. Shikoj, ke kjo punë kam përshtypjen nuk ke gjetur kararin, me dikë do e prishësh, me dikë do e ngresh, them unë, apo profesor Sako, kemi zgjedhur formulën e prapambetur tashmë, primitive të përfaqësimit politik të... Fakti që se ka sulmuar këtë radhë është pozitiv për mendimin tim, nuk e ka sulmuar fare këtë radhë. Po mirë, edhe janë 3-4 vendime rresht për përfshirë edhe këto të Greqisë, ja ka thënë. Se Rama se ka 83, do presi edhe 2 ditë, marrë 84. Doktori, shu e ka, nuk ka grip fare, doktor e ka, o bardë o zi. Diskriminim pozitiv ka përdor, Diskriminim pozitiv, dhe. Dërë tani diskriminim pozitiv. Dërë tani diskriminim pozitiv. Profesor Gëvjen mendojnë për shkak të saj formulet shumë tuar. Kanë dhe frikë tani. E kanë dhe frikë. Kanë dhe frikë. Aktualisht. Celibashi. Pse? Patjetër. Sepse një nga miqt më të ngushtë familjarë Celibashi tani është drejtori i CIA-s në Amerikë. Këtë e di besoj. Redcliffe. Dhe kanë frikë Celibashin? Po, në një farë mënyrë e kështu intimidohen gjëra që ta sulmojnë, prandaj është bërë më shumë konsensual se ç'duhet. Po tani këtu duket, tash, mua, në pamjet parë më duket më intimiduar Celibashin, me thënë vërtet. Jo, nuk është, jo. Është shumë i qetë, është tamam në rolin që ai ka luajtur gjithë këto vite. S'ka absolutisht asnjë. Edhe këto që bën këto veprimet që shikoj, unë po bëj time, pastaj le ta zgjidhin këta me kasin e me këto. E mori kasë vendime. Po, i ka përqeni qetë vetë. Pra, e që nga vetja dhe pastaj... Po, e mori kasë, dhe s'po zbatohet, kjo është ideja. Gjithsesi, a ishtë në rolin e vetë, po ta them dhe njërë. Një rol që... Po, një rol që... Që? Ka që nuk mund të flasë, se besa do hynë për shtypje. Mira, profesor, një opinion i fundit. Mendoni që formula politike, ose këto zgjedhje vërtetuan që formula politike duhet... Po, s'kishte nevojë që... Jo, këto e provuan kështu fare. Se çdo të ndodhte me këto zgjedhje, kjo është kërkesë e kahershme, e bërë jo vetëm nga ndërkombëtarët, po e kërkuar me ngurme edhe nga vetë shqiptarët që janë këtu, nga forca politike, natyrisht pa peshë të madhe politike, po më shumë se sa ato, nga shqiptarët e pa angazhuar në partitë politike, si që janë shoqatat. Por, si ndërkombëtarët, edhe shqiptarët të brenda kanë trokitur në derë të shurdhët. 2 partitë, PS-ja dhe PD-ja, as kanë dashur, as do duan këta që janë sot, qofse nuk ndryshon komplet gjëja, që ta ndryshojnë të rregull. Duan që t'jenë nga fillimi deri në fund, garus dhe administrator të garës tyre, t'jenë ata vetë. Edhe garus, edhe arbitra. Po, pra, këtë nuk kemi shiko. Po të lezosh me kujdes se çfarë kanë rekomanduar ndërkombëtarët ndër vite dhe si ka reaguar për këtë çështje, dhe si ka reaguar klasa politike, PD-ja dhe PS-ja, se ata 2 kanë patur mundësi të bëjnë ndryshime, thuare, si ka mundësi që këta ndërkombëtarë nuk kanë plasur, more, do thonë të njëjtën gjë dhe këta nuk pyesin fare. E dini juve që ka 6 raporte në të cilat shkruhet. Duhet që nga kodi zgjedhor, duhet që nga kodi zgjedhor të hiqet dispozita që ju jetë për drejtën partive politike për të hequr. Kur të duan ato, dhe pa vënërsisht komisionerët. Po sikur është korrigjuar kësaj radhe. Vazhdo, në? Jo, njësoj. Nuk është ajo që i plotëson komisionit KQZ-s? Nuk shkon. Se nuk i qonë. Komisioni, kur ti nuk do të varësh. Po pra, nuk zjedhët KQZ-ja pastaj njerëzve vetë që... Jo, se nuk i qonë. Në qofë se nuk qonë partia. Po partia të heqë ty dhe më vëmua me njerë. So shkresë të zëvëndsoj e pak të. Po në qofë se të heqë ty dhe lë bosh, pastaj po, dakord, është KQZ-ja që
Pra, vetëm ky qëndrim, është një qëndrim, një gjë fare vogël more. Profesor, që këta nuk besojnë, jo vetëm të garusit tjetër, po të vetja atyre. A të jap një shembull që e gjithë bota është një fshat. Unë qysh se kam marrë mend dhe kam filluar të ndjek sidomos debatin politik në Itali, siç e ndjekim gjithë, interesant. Jemi rritur me Jemi rritur me të. Edhe me figurat e politikanëve që kanë qenë protagonistë. Unë, qysh se kujtoj zgjedhje italiane, gjën e parë që premtohej në studion e Bruno Vespës ishte Fini, Berlusconi, gjithë, kush një dilema, të mbarojmë dhe këto zgjedhje. Sa ti ishim shafe dhe këto? Dhe të ndryshojmë ligjin elektoral se nuk bën fare. Do me thënë, në çdo cikël zgjedhor, ligji elektoral në Itali ishte i pari që duhej ribërë se ishte i pari defektos dhe s'kishte më të keq se ai. Po prap votoni dhe ankoheshin prap për ligjin elektoral. Do me thënë, ka një riciklim, sepse nuk e gjen kur ekuilibrin, se janë interesa kaq të kithta këtu. Pastaj s'po të shojnë Amerikë. Amerikë pastaj s'po të shojnë Amerikë. me kolegje me gjitha, normal. Me kolegje. Mirë, duhet shkojmë një ndërprej shkurtë publicitare dhe kthehemi pak për ngjarje, zgjedhjet kanë mbaruar, po ngjarjet akoma jo, një ngjarje e cila një detaj që zbulon një ngjarje që mund ndodhë nesër apo pas nesër është sekuestrimi i telefonit celular të një kryebashkiaku socialist, por arsyet pak janë shumë socialdemokrate. Rikthehemi pas pak.